Fjala e Zotit thot, kush beson në zemër dhe rrëfen me gojë, ai është i shpëtuar, i bekuar, i shëruar dhe i çliruar. Prandaj sot ne do shpallim besimin që kemi në fjalën e Perëndis. Le të shpallim gjithë pas meje. Kjo është Bibla ime. Dhe është fjala e Zotit. Unë e kam pranuar atë si autoritet në jetën time. Fjala e Zotit thot, unë jam i bekuar, i shëruar, i shpenguar, i begatuar, i pranuar, i suksesshëm, i aprovuar, i favorizuar. Unë jam fitimtar në Jezu Krishtin. Djalli është i mposhtur dhe është poshtë këmbëve të mia. Unë e besoj në zemrën time, e rrëfej me gojën time dhe unë pres që të ndodhi. Në emrin Jezus, amen, haleluja. Le të japim dorë për Zotit, sepse ai e ka fituar betejën, edhe jo unë, edhe jo ti. Ne ecim në fitoren e Krishtit. Sot unë do të flas për një temë shumë të bukur, e kam titulluar 4 dimensionet e shërimit. Dhe do doja që ju ta kushtoni vëmendje fjalës së Zotit, sepse jam lutur që ndërsa do flas, ju do shëroheni. Ndërsa do flas, ju do bekoheni, do çliroheni. Edhe nuk jam unë që e bëj këtë gjë, po është Zoti. Fjala e Zotit ka fuqi. Dhe kur Zoti prek jetën tonë, ne do të kuptojmë që prekja e tij sjell shërim në 4 dimensione. Kush është dimensioni i parë? I parë është dimensioni frymor. Kur ne dëgjojmë fjalën e Zotit, kur ne besojmë tek ai si Zoti dhe shpëtimtari ynë, ai na shëron ne nga sëmundja më e rëndë e racës njerëzore, që quhet mëkat. Ai na fal mëkatin dhe ne bëhemi pjesëtar të jetës së përjetshme. Por, pasi ne jemi shpëtuar dhe kjo quhet shpëtim, Zoti merret me çfarë? Merret me shpirtin tonë. Kur ne dëgjojmë fjalën shpirt, duhet kuptojmë që ka të bëjë me mendjen, ka të bëjë me emocionet, ka të bëjë me ndjenjat, ka të bëjë me egon ton, ka të bëjë me vullnetin ton, ka të bëjë me karakterin ton. Zoti pasi na ka shpëtuar nga mëkati, dëshiron të ndryshojë karakterin ton. Prandaj sot jeni të hapur që t'i thoni Zot, më ndryshon karakterin tim. Është shumë e rëndësishme që ne t'i adorzojmë atë, Zotit Jezus Krisht. Dhe së treti, ai me fuqinë e tij sjell shërim ku në pjesët fizike të trupit tonë. Ne duhet kuptojmë që ne jemi frymë. Kemi shpirt dhe banojmë në këtë trup. Dhe Zoti merret edhe me trupin ton fizik. Dhe pasi ai merret me gjithë qenien ton, ai na vajos ne, thot fjala e Zotit e Veprat e Apostujve, kapitulli 1, vargu 8, ju do të merrni fuqi kur fryma e shenjtë të vijë mbi ju. Pra ne duhet të kuptojmë që fryma e shenjtë në vjatën e re banon në ne, kur ne shpëtohemi, kur ne bëhemi besimtar, dhe fryma e Zotit banon mbi ne. Dhe dimensioni 4 është, ai na jep ne autoritet dhe vajosje për të ndikuar të tjerët. Jo vetëm që ti je i bekuar, Jezusi tha, nga ju do të dalin ujë gjallë. Dhe kur ti je i shpëtuar, kur ti je i transformuar në mënyrën e të mendurit tënd, kur ti je i shëruar vetë, ti je kanal ku fryma e Zotit do rrjedhë nga ty tek të tjerët. Ku shpëtimi do vi nga ty dhe të tjerët. Prandaj është shumë e rëndësishme që sot ne të kuptojmë këtë gjë, të lejojmë Zotin të veprojë në çdo fushë të jetës tonë. Në fushën frymore, ai na ka dhënë hirin dhe favorin e tij. Zoti do të hap dyert që ti nuk mund t'i hapje kurrë me forcat e tua. Shpeshherë ne përpiqemi t'i japim zgjidhje problemeve, po ndonjëherë problemet tona nuk kanë zgjidhje. Kush e bën këtë të mundur, e bën fuqia e Perëndis.
Prandaj sot nëse ti thua, s'ka kush më ndihmon mua. Ti pastor se di hallin tim. Unë me të vërtet nuk e di se nuk jam Zoti. Po ti s'ka ardhur këtu që ta di unë hallin tënd. Ti je këtu që dikush ta di hallin tënd, dikush që e shikon hallin tënd. Dhe ky është Zoti Jezu Krisht. Lajmi i mirë është që Jezusi dëshiron që ti të jetosh me fitoren e sotme, jo të djeshme. Ajo që ai ka përgatitur në të ardhmen tënde do të jetë më e madhe nga ajo që ti ke parë deri tani. Favori i Zotit nuk skadon. Hiri i tij është i mjaftueshëm në çdo sezon dhe për çdo sfidë që ti je duke kaluar. Unë do të tregoj për një histori që kam lexuar gjatë kësaj jave te Ungjilli i Gjonit kapitulli 5. Jezusi është duke ecur tek pellgu i Betesdës quhet. Edhe ç'a ndodhte? Në këtë pellg ndodhte që një herë në vit një angjëll shkonte aty dhe lëvizte ujërat. Dhe të gjithë të sëmurët rinin ditë për ditë dhe nuk e dinin kur do vinte angjëlli për të lëvizur ujin. Dhe ndërsa shkonin aty, personi i parë që hynte menjëherë sapo angjëlli lëvizte ujin, shëroi. Mirë po tani kemi Jezusin që shkon aty. Dhe ai nuk i shëron të gjithë, takon vetëm një burr që ishte i paralizuar prej 38 vitesh. Dhe ai kishte edhe krevatin e tij me vete. Sepse njerëzit e çonin e linin aty edhe iknin. Dhe Jezusi shkon dhe pyet, a dëshiron të shërohesh? Si do përgjigjesh e ti nëse Jezusi do vinte sot në kishte do thoshte, a dëshiron të shërohesh? Si u përgjigj ky burri? Ky burri thot, nuk thot po Zot, dua të shërohem, por ai thot, Zot, unë nuk kam një njeri që të më marri dhe të më vendosi në ujë. Shiko, shpesh herë, kur Zoti vjen dhe dëshiron të na bekoj, dëshiron të na ndryshoj jetën tonë, dëshiron të na shëroj, ne i nxjerrim atij justifikime. Ne i themi Zot, unë nuk jam njeri në Tiranë. Unë jam nga Berati për vete, kush do të ndihmoj mua në Tiranë? Ti mund të thuash, unë jam nga, s'kam asnjë njeri këtu, jam vetëm, jam student, kush do të ndihmoj mua këtu? Por Zoti është aty që po të pyet ty. Ti mund të thuash, vllai s'po më ndihmon, motra s'po më ndihmon. Po Zoti po thot, jam unë këtu tek pellgu. Ka 2000 vjet që Jezusi është qasur jetëve tona. Dhe akoma ne nuk i qasemi atij. Ne nxjerrim justifikime. Ne nxjerrim atij shpjegime se si duhet të ndodhi. Shpeshherë ne e mësojmë Zotin se si ai duhet i bëjë gjëra. Por sot thjesht afroju Zotit dhe thuaj Zot, më prek. Zot, unë dua të takohem me ty sot. Sot më ndryshon. Sot më beko. Sot më shëron. Jo nesër. Para disa kohësh unë isha pastor në Berat dhe shkuam për të lutur bashkë me ai për një grua të paralizuar. Edhe i thash, a beson që nëse ne lutemi sot, ti do shërohesh? Unë jam plot besim që ti të shërohesh. Dhe ajo më tha, pastor, unë e besoj po pas 6 muajsh. Fiks pas 6 muajsh u shërua. Pse? Sepse ajo e paracaktoi vetë. Disa gjëra Zoti na i ka lënë ne në dorë. Para shumë kohësh një shoku im ishte në një qytet të Shqipërisë dhe u lut për një të verbër dhe i tha, çfarë dëshiron nga unë që të lutem, a të lutem tani që ti të shërohesh nga syt? Jo, i thaj. Pse? Se unë mbas pensionin. Dhe kjo është histori e vërtetë. Ne japim Zotit përgjigje të çuditshme. Por sot, nëse ti ke një problem, nëse je në një situatë të vështirë, nëse po përballesh me dëshpërimin, me mungesën, dëgjoj thirrjen e Zotit sot që thot, a do të bekohesh? A do të shërohesh? A do të çlirohesh? Thuaj Zotit, po Zot,
Unë dua të çlirohem nga ky ves. Unë dua të shërohem nga kjo sëmundje. Zot, unë dua të kem sukses në jetë. Zot, unë nuk dua të ndihem më i vetmuar. Dhe Zoti do të bëjë që ti takosh njerëzit e dur, që të japin ty favor, të japin ty dorën, të ngrej lart. Justifikimi ishte bërë mënyra se si ai shpjegonte pamundësitë e tij. Shpeshherë mënyra që ne kemi jetuar ose nga kemi ardhur bëhet justifikim për ne, për të justifikuar situatën ku ne ndodhemi. Madje shumë njerëz për shkak se janë të dëshpëruar as nuk luten. As nuk lexojnë Biblën. Kalo kohë me Zotin, lutu, kërkohe Zotin, takohu me Jezusin. Edhe ndërsa ti takohesh me Jezusin, ai vjen dhe bekon jetën tënde. Justifikimet të bajnë peng te pellgu i problemeve. Mos por besimi neve na çon drejt mrekullisë. Ndoshta ke thënë, unë nuk kam njerëzit e dur, nuk kam mundësi, nuk i kam paratë e dura, dhe nuk jam mjaftueshëm i aft, nuk di si ta filloj. Jezusi nuk e pyeti kush do të ndihmoj. Jezusi nuk po të pyet ty sot kush do të ndihmoj. Jezusi po të pyet, a do të shërohesh? Nëse do, thuaja Zotit, Zot, unë dua të shërohem sot, unë dua të bekohem sot, unë dua të çlirohem sot. Zoti nuk po kërkon që ta bësh ti. Zoti po kërkon leje që ai të ndërhyjë në jetën tënde. Dhe Jezusi pasi bisedoi me këtë dhe i tha, po Zot dua, çfarë i tha? Çohu, merre bikun tënd dhe ec. Të marrësh shërimin, të marrësh bekimin, kërkon bindje. Kur ne i bindemi fjalës së Zotit, atëherë Zoti vepron në jetën tonë. Është njësoj si kur Zoti të thotë, ka një mal të madh me probleme përpara teje. Hiqe këtë malin. Çfarë do bësh ti? Ajo që duhet bëjmë ne, në këtë rast është thjesht ti merr kasmën në dorë ose lopatën dhe filloj i pari të gërmosh. Si e gërmojmë ne? Me lutje. Dhe kur ti drejtohesh malit në emrin e Jezus, është Jezusi që lëviz malin. Nuk do ta lëvizësh ti malin. Do ta lëvizi Zoti për ty. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë këto parime. Zoti gjithashtu merret edhe me plagët shpirtërore. Dhe e dini, problemi më i madh i njerëzve janë plagët shpirtërore sot. Nuk janë plagët fizike. Ato kalojnë shpejt. Madje, shpeshherë njerëzit që kanë pasur probleme me mosfaljen, kanë pasur probleme edhe me anën fizike. Njerëzit që kanë pasur probleme me dëshpërimin, kanë pasur probleme edhe me elmimin pastaj në gjakë. Dhe kur kanë filluar të mësojnë që duhet të falin dhe kanë falur, atëherë Zoti i ka çliruar dhe i ka shëruar. Janë shumë gjëra që janë të lidhura me njëra tjetrën. Dhe Zoti do që të merret edhe me anën tonë shpirtërore. Ai do të merret me emocionet tona, ai do të merret me mënyrën se si ne mendojmë. Çfarë mendon ti për veten tënde, çfarë mendon ti për të tjerët, çfarë mendon ti për Zotin? A mendon ti atë që Bibla thotë? Prandaj unë them gjithmonë që ne do të shpallim, unë nuk jam çfarë bota thotë se unë jam. Unë nuk jam çfarë njerëzit thonë që unë jam. Unë nuk jam çfarë familja ime ka thënë se unë jam. Çfarë mësuesët e mi, edukatorët e kopshtit mund të kenë thënë që unë mund të jem. Por unë jam ai që Bibla thotë që unë jam. Dhe është shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë identitetin tonë në Krishtin. Dhe kur fryma e Zotit vjen në jetën tonë, kur ne lexojmë Biblën, kur ne lexojmë fjalën e Zotit, ajo ka fuqi të transformojë mënyrën se si ne mendojmë. Unë nuk jam i vetmuar. Unë nuk jam i mundur. Unë jam fitimtar. Unë jam i bekuar. Unë kam autoritet në Jezu Krishtin.
Është shumë e rëndësishme që ne të fillojmë të zgjidhim gojën tonë dhe të flasim jetës tonë, çfarë? Fjalën e Zotit. Dhe kur ti e bën këtë, Zoti fillon dhe sjell transformim në jetën tënde. Të shërohesh nga plagët shpirtërore kërkon guxim, sepse jo çdo plag është e jashtme. Plagët më të thella janë brenda nesh, janë në zemrën tonë. Disa plagë janë fshehur thellë, fjalët që na kanë lënduar. Mendo sot për fjalët që mund të kenë lënduar, dhe kjo është ajo që mund të ketë paralizuar jetën tënde. Mendo sot për refuzimet që ti mund të kesh përjetuar. Mendo për tradhtit. Mendo për humbjet. Këto plagë mund të dhemin sot e kësaj dite. Por Zoti thot, çohu nga ky pellg dhe ec. Largo. Jezusi thot, ati njeriu që u shërove tani, po, çohu dhe ec. Dhe Zoti po të thot ty sot, çohu dhe ec. Mos qëndro më, mos fli më me plagët e të shkuarës. Sepse ato do të mbajnë brapa. Zoti na thret të jetojmë në liri. Ti jesh i lirë, do të thotë që të kushton diçka. Jezusi t'i kushtoi gjakun e tij në kryq. Do të kushtoj të heqësh dorë nga e drejta për të jetuar gjithmonë i zemëruar. Ka njerëz që një gjë t'i ndodhi unë pasin paqen kështu, s'kan vetë kontroll fare. Atëherë do të çohesh nga zemërimi. Do të marrësh vendimin që të çohesh nga zemërimi. Nuk është e lehtë, pse? Se për 38 vite ishte mësuar të jeton ashtu. Kur ne lexojmë mund të themi dhe mund të qeshim, pasi ka mundësi që ky ktheu përgjigje Jezusit. Po sa herë i kthejmë ne Jezusit një përgjigje të tillë? Sa herë ne justifikohemi Jezusit? Prandaj shumë e rëndësishme që ne të largohemi nga zemërimi. Do të kushtoj të falësh dhe kur ti nuk e ndjen, shumë njerëz thonë nuk e ndjej. Prandaj Zoti vendos përpara frymën, gjendjen frymore tonë. Pse? Sepse nëse ndjenjat do ta drejtojnë jetën e njeriu, ndjenjat janë gënjeshtare thot Bibla. Dhe ato mund të jenë të gëzuara në mëngjes, të trishtuara në drekë, pak më keq pas dite mund të gëzohen prapë në darkë. Ndjenjat na bëjnë ne që të jemi si një kallëm që tut ndera. Të ikim sa ndej këtej. Njerëzit që e bazojnë jetën e tyre e ndjeva, thash është shumë gabim. Mos fol gjërat që ti ndjen. Fol fjalën e Zotit. Është shumë e rëndësishme që ta kuptojmë këtë gjë. Dhe ne duhet të falim. Do të ndalojmë së ushqyeri dhimbjen që të rikthehet vazhdimisht në jetën tonë. Ka dy gjëra me shërimin. Shërimi merret dhe shërimi mbahet. E marrim me besim, si e mbajmë? E mbajmë me rrëfim. Duke shpallur që jemi të shëruar. Ndonjëherë ne mësohemi me plagët tona dhe kjo bëhet pjesë e historisë së jetës tonë. Por ne harrojmë që Zoti dëshiron të shkruajë një histori të re për jetën tonë. Dhe prandaj sot duhet të them, bëu gati që Zoti të shkruajë një histori të re. Mund të jesh duke jetuar në këtë gjendje për vite të tëra, ndërsa Jezusi po afrohet në jetën tënde përmes këtij predikimi. Sepse mund të dikush pastor, po si do afrohet Jezusi në jetën time? Përmes fjalës së tij. Jezus është duke afruar në jetën tënde sot, ndërsa ti dëgjon këtë fjalë. Dhe ai po të thotë, çohu, merre vigun tënd dhe largohu nga pellgu i sëmundjeve shpirtërore. Kur ti e dëgjon këtë gjë, thosh Zot, ja ku jam, unë do të çohem, unë do të dal, unë do iki nga frika, unë do iki nga mërzitja sot. Unë do iki nga shqetësimi.
Unë do iki nga thashethemja, unë do iki nga vesi, unë do iki nga droga, unë do iki nga alkooli, unë do iki nga kumari, unë do iki nga sheret. Mere sot e thuaj, unë do iki. Dhe unë do ndjek çfarë? Planin e Jezusit. Shpëtimi është një punë e mbaruar në kryq, e ka bërë Jezusi. Dhe është dhurat për ne. Pjesa e dytë, transformimi, dimensioni i dytë, është puna jote dhe puna ime, që t'ja lejojmë Zotit mendjen tonë, që ai të na e transformoj, që ai të na e rinovoj. Apostulli Paul thotë Romakët 12:1-2, mos mendoni siç mendon kjo botë, por transformoni dhe mendoni sipas fjalës së Zotit. Mos merrni formën e kësaj bote. Kjo botë mendon se duhet ta akmeret. Kjo botë mendon që po e ndjeve, bëj çfarë do qefi. Jo. Ne nuk jemi thirrur thjesht të bëjmë qef. Ne jemi thirrur të shijojmë planin, vullnetin e mirë dhe të pëlqyer të Perëndis. Dhe kur ne bëjmë të gjë, ne ndjejmë gëzimin e vërtet. Atëherë ti do të marrësh gëzimin e vërtet në jetën tënde dhe ti do të gjesh shpresë, ti do të gjesh gëzim, ti do të gjesh paqe, ti do të gjesh zemër gjerësi, zemër butësi, dhe atëherë ti do kesh çfarë? Vetë kontroll mbi emocionet e tua. Nuk do jenë emocionet që do të drejtojnë, mund të ndodhin gjëra, por ti ke paqe. Prandaj shumë e rëndësishme që ne t'i lejojmë Zotit mendjen tonë që ai të na transformoj dhe të na ndryshoj. Bëj hapin e parë. Nuk mund të jemi pasiv dhe të pranojmë çfarë do lloj situate apo rrethane që të na dalin neve përpara. Gjon Pakzori nuk ishte një kallam që tund era. Mos prano çdo erë që fryn nga shkretëtira e kësaj bote. Pas mëkatit ne e dim që kjo botë u kthye në shkretëtirë. Duart që u krijuan për të përkëdhelur tani rrahin me krusht, ta vrasin me thika. Ne po e dëgjojmë çfarë po ndodh. Nuk i krijoi Zoti për të gjë, po kjo botë këtë erë ka, këtë arom ka. Ne çfarë duhet të bëjmë? Nuk duhet të jetojmë ashtu. Ne duhet të marrim dhe të ecim në rrugën e Zotit. Gjëja më e lehtë që ne mund të bëjmë është të lejojmë jetën tonë të vi si të vi. Keni dëgjuar sa njerëz që thonë unë jetoj të vi si të vi. Jo. Ne duhet të marrim autoritet dhe duhet të marrim vetë kontroll mbi jetën tonë. Zoti na e ka dhënë autoritetin. Unë shpeshherë kur lutem them Zot, unë marr autoritet mbi mendjen time, mbi emocionet e mia dhe i nënshtroj ato kujt? Autoritetit të Krishtit. Dhe kur ti të nënshtrosh veten tënde autoritetit të Krishtit, çdo mendim frike do largohet. Çdo shqetësim do largohet. Paqja e Zotit do mbretërojë në ty. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne duhet të bëjmë punën tonë. Ne duhet mjafton të hedhim hapin e parë dhe pastaj Zoti fillon dhe bën vullnetin e tij të përsosur në jetën tonë. Le të jetë në ju e njëjta mendje që ishte në Krishtin Jezus. E dini shpesh njerëzit thonë që nuk di nga t'ja mbaj. Atëre vendos duart në kokë dhe thuaj, unë dorëzoj mendjen time në Krishtin Jezus. Duhet guxim që mendja të transformohet nga fjala e Perëndis. Pse? Sepse duhet që çdo ditë ti të marrësh Biblën dhe ta lexosh. Shpesh njerëz thonë, pastor lutu se duhet të di cili është plani i Zotit për mua. Ja, ky libri këtu është plani i Zotit për jetën tënde. Apo e lexon? Nëse nuk e lexon, normalisht nuk do ta kuptosh. Duhet ta lexosh çdo ditë. Duhet të jetosh çdo ditë me lutje dhe me fjalën e Perëndis. Dhe kur ti jeton kështu, Zoti derdhet me fuqinë e tij në jetën tënde. Ti nuk je krijuar për të qëndruar te pellgu.
Ti je krijuar për të qenë bekim. Ti je krijuar për të qenë shërim. Ti je krijuar për të qenë çlirim. Ti je krijuar për të qenë begati. Ti je krijuar për të ecur në këtë botë dhe për të shfaqur lavdinë e Perëndis. Je gati që t'i bindesh Zotit. Je gati që fuqia e Perëndis të veprojë në jetën tënde. Dhe gjëja që Zoti po të thotë sot është çau dhe jeton në nivele të reja. Tani, thash që fusha e 4 që Zoti na prek është ai ndikon jetën tonë që ne të ndikojmë të tjerët. Por ti s'mund të ndikosh të tjerët nëse del nga kishta ashtu siç hyre. Ti ke nevojë të transformohesh dhe ti ke nevojë të besosh Zotit për nivele të reja. Ka ca njerëz që bëjnë lutje të dobta dhe thonë, Zot, po mjetë e këta edhe ka që jam rehat unë këtu, duhet të ri rehat. Zoti sot po të flet dil nga zona e rehatis. Ngriu në nivel tjetër. Sot kërkoj Zoti, Zot, unë duhet të ecë në nivele të reja. Mbase nuk e ke kuptuar çka kam thënë deri tani, po s'ka problem, thuaj vetëm të Zot, unë nuk e kuptova 100% çfarë tha pastori. Por ama sot unë lutem që ti të më ngresh mua në nivele të reja. Dhe kur ti lutesh, Zoti fillon dhe ta zbulon nivelin e ri. Ai dëshiron që të bëj ty bekim për të tjerët. Ai dëshiron që ti të rritesh në fjalën e tij, në besim. Dhe unë do të them sot, gjej vendin tënd në shoqëri. Si? Shkollohu. Ju që jeni të rinj, shkollohuni. Studioni. Zoti do që ju të shkëlqeni në mësime. Mësoni. Shkolla po afron datën 14 shtator. Lutu, beso dhe guxo. Për çfarë? Për punë të mirë. Ka ca njerëz që kërkojnë nivele të ulta për punë. Thyje atë lloj mentaliteti. Zoti do njerëz që të jenë në nivele të larta në Shqipëri që të ndikojnë kombin. Kombin nuk do të ndryshoj politika, as po shpresoni fare nga politika. Të gjitha ngjyrat. Kombin do të ndryshoj njerëzit e drejtë, thot Bibla, kur shkojnë në pozicionin e tyre. Pse? Sepse ata që nuk kanë frikë nga Zoti, le të përtasin çfarë të duan, do bëjnë më keq nga ata që ishin më përpara. Ne kemi parë të gjë. Por ata që kanë frikë nga Zoti, ata do bëjnë planin dhe vullnetin e Zotit. Prandaj Zoti do që ne të gjejmë vendin tonë në shoqëri. Gjej vendin në kishën e Zotit. Shërbej Zotit. Lutu për njerëzit në kishë. Kur unë nuk isha pastor, unë lutesha 4 orë për kishën. Dhe nuk shkova unë t'i thosha pastorit, duhet jem unë pastori kishës. Ta dini kishte plot në radhë para meje, që shkuan dhe ja kërkuan. Dhe i tha jo. Erdhi mbas disa muajsh dhe më thot mua, unë mendoj që ti duhet jesh pastori e kësaj kishe, sepse Zoti më ka folur që ti jesh pastori. Nuk shkoi Davidi tek Samueli. Zoti dërgoi Samuelin dhe Davidin. Po Davidi ku shkoi? Davidi shkoi te Zoti. Davidi lutej Zotit. Ajo që duhet të them sot është kjo. Rritu në nivel në marrëdhënie me Perëndin, lexoj më shumë Biblën dhe lutu, kërkoj Zotin. Dhe ndërsa ti e kërkon Zotin, Zoti ka për të folur, Zoti ka për të bekuar, Zoti ka për të transformuar jetën tënde. Mëso të dalësh dhe nga zona e rehatis. Mos ki frikë të dalësh nga rehatia. Fillo të bësh gjëra që ti mendoje se nuk mund t'i bëje më përpara. Kërkoj Zotit gjëra të mëdha. Dhe i gati që ai të përdorit.
Në qoftë se je mësues, lutu që mësuesit të kthehen te Zoti. Në qoftë se je IT, lutu që ata që janë IT të kthehen te Zoti. Në qoftë se je fëmijë, lutu që fëmijët të kthehen te Zoti. Në qoftë se je doktor, duhet lutesh që doktorët të kthehen te Zoti. Nëse je infermier, duhet lutesh që infermierët të kthehen te Zoti. Nëse je menaxher, duhet lutesh që menaxherët të kthehen te Zoti. Pra, fillo dhe lutu për të tjerët që të kthehen tek Zoti. Mendo për të tjerët. Nëse ti do që të kesh ndikim, mendo këtë do bekoj unë gjatë kësaj jave. Unë duhet të bekoj një njeri. Unë duhet të ftoj dikë në kishë. Mendo për këtë gjë. Shpesh ne mendojmë, çfarë do bëj kisha, vjen viti i ri, ose vjen Krishtlindje, çfarë do bëjmë atë kishës, do na hapim një pako? Ne do e bëjmë. Se e bëjmë për Zotin. Ti çfarë do bësh? Pyetja është, kë do bekosh ti? Po fillon shkolla, mendo të blesh në një fletore për dikë. Mendo për një fëmijë që nuk ka asgjë, dhe ti blesh çantën. T'ja blesh ti, jo ne. Ne do ta bëjmë, po ti çfarë do bësh? Nëse nuk e, mendo të lutesh. Nëse është dikush që është në spital, mbase s'ke lekë që t'i japësh, lutu, dërgoj një mesazh, si je, po lutem për ty. Dhe foli për Jezu Krishtin. Kështu, kur ti fillon dhe bësh bekim për të tjerët, Zoti të bekon ty. Por, formo karakterin tënd. Pse? Të jesh një drejtues, do të duhet të durosh nga të gjitha llojet e gjërave. Nuk duhet të reagosh në emocion. Por duhet të durosh. Dhe Zoti do merret me ty edhe me ne të gjithë. Ai dëshiron së pari të ndryshoj karakteret tona, që ne të bëhemi të gjithë si Krishti, jo si pastori, se pastori nuk është perfekt, po si Krishti. Dhe ai është modeli ynë kryesor. Prandaj ne duhet të lexojmë Biblën, duhet të lexojmë Ungjit. Pse? Ndërsa ne lexojmë Ungjit, çfarë shikojmë aty? Ne shikojmë karakterin e Krishtit. Si ka vepruar Krishti? Sa i mirë, sa i butë, sa i dashur, sa i duruar ishte ai. Dhe kur ai ka qenë me ata, është edhe me ty. Dhe lutja jo kjo duhet jetë Zot, më ndryshon mua. Besoj Zotit që ai do të përdori ty me ndikim. Lejoje që ai të shërojë plagët e tua, lejoje që ai të transformojë mendjen dhe zemrën tënde, fillo të bësh hapin e parë për të sulmuar problemet e tua, hyrë në nivelin e ri dhe Zoti ka përgatitur dhe të ka kapur prej dore për të ecur në planin e tij. Dhe Perëndia dëshiron të besoj ty me ndikim. Le të çohemi në këmbë dhe le të lutemi. Zot Jezus, unë vi për para tene në të dëshenjt, edhe të faneroj për privilegjin, Zot, që ti më ke dhënë. Unë faneroj për fjalën tënde sot, që ti do të prekësh frymën, ti do të na shërosh frymërisht, shpirtërisht, fizikisht. Dhe jo vetëm kaq, por ti dëshiron që të na bësh ne burim për të tjerët. Sot unë duhet faneroj për vëllezërit e motrat e mia, Zot. Shtrije dorën tënde dhe preki tani në emrin e Jezusit. Frymë e shenjtë, eja tani dhe merr kontroll në trupat tanë. Unë lutem për shërim, çlirim në emrin e Jezusit. Zot, kompletoje shërimin në trupat e tyre tani në emrin e Jezusit. Zot, unë lutem për sukses në emër të Krishtit dhe unë lutem për nivele të reja në emrin e Jezu Krishtit, Zot. Unë lutem për fuqinë e ringjalljes, atë fuqi që ngjalli Krishtin prej së vdekurit të veprojë tani në kishën tënde, Zot. Na mbush plot, Zot. Thuaj bashkë me mua, Zot Jezus, sille fuqinë tënde në zemrën time.
në shpirtin tim, në trupin tim, dhe më jep ndikim. Në emrin e Jezusit. Amen. Haleluja.